Ndër të tjera, në këtë edicion informativ do të ndiqni një orë të nxehta në Partinë Socialiste, ku pritet të konkretizohet lista për kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Personat me aftësi të kufizuar në Vlorë vijojnë të vuajnë mungesën e infrastrukturës dedikuar për ta sipas kreut të shoqatës Muhametaj. Të huajt në Vlorë jo vetëm për pushime, por edhe për të punuar dhe jetuar. Aktualisht në Vlorë janë më shumë se 300 studentë të huaj. Flamurdari ka fituar 2-1 përballë Kasteriotit në Vlorë, ndërsa Oriku ka fituar në transfer ndaj Shkumbinit 2-1. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, takojmë së bashku në këtë edicion qendror informativ, duke filluar me politikë. Orë të nxehta në Partinë Socialiste, ku pritet të konkretizohet lista për kandidatët e deputetëve në zgjedhjet e 11 majit. Kryesocialisti Rama gjatë mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste ka bërë me dije se zgjedhjet e ardhme do të kenë një reformim të grupit të Partisë Socialiste. Asnjë deputet, qoftë burr apo grua, që ka fituar qoftë edhe një mandat në siglën e Partisë Socialiste, nuk do të ketë vend në listën e sigurt të socialistëve. Orë të nxehta në Partinë Socialiste, ku pritet të konkretizohet lista për kandidatët për deputetët në zgjedhjet e 11 majit. Pas takimeve intensive për 2 ditë rresht me ministra dhe drejtuesit politik të qarqeve, kryesocialisti Edi Rama ju drejtua mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste, ku u bëri të qartë të tijve se me zgjedhjet e ardhme do të ketë një reformim të grupit të Partisë Socialiste. Asnjë deputet, qoftë burr apo grua, që ka fituar qoftë edhe një mandat në siglën e Partisë Socialiste, nuk do të ketë vend në listën e sigurt të socialistëve. Pra, i gjithë grupi i Partisë Socialiste do të hidhet në listën e hapur, me qëllimin e vetëm për të maksimalizuar rezultatin, sipas Ramës, për të marrë rezultatin më historik. Nëse ndonjë prej ligjvënësve të Partisë Socialiste ka pakënaqësi për këto ndryshime, brenda radhëve të tyre, Rama u tha se nëse s'duan të garojnë në listë të hapur, t'ia bëjnë me dije drejtuesve politik të qarqeve. Cila do prej jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëjmë me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo punë, shkoj jo punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Të parat. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të ri, dhe plot të reja. Për të garantuar një garë të shëndetshme, kryeministri Rama la të kuptoi se të gjithë drejtuesit politik të qarqeve do të jenë në lista të mbyllura. Edhe pse është përfolur shumë që kryesocialisti do të jetë në listën e hapur të Tiranës, pas arrestimit të Veliajt, vetë Rama thotë se ende nuk e ka marrë një vendim nëse do të futet apo jo në listë. E dyta, diskutimi ka qënë, unë e kam shprehur, problemi që më duket se ka argumenti im, është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë, dhe nga ana tjetër nuk do të garantonte asnjë lloj drejtimi të vërtet politik të garës, të ndeshjes nga ana jonë. Pasi drejtuesit politik do të ishin të fokusuar për të marrë vota për vete dhe me një status më të veçantë do të krijonin pabarazi vetvetiu dhe do të orientojë gjithë skuadra. Ndërkohë që skuadrat e qarqeve do të jenë super kompakte
dhe duhet kenë drejtim politik dhe drejtuesit politik duhet garantojnë që të gjithë deputetët dhe deputetët që janë në garë të kenë një hapësirë të barabartë, sa më të barabartë. Dhe asnjë drejtues politik natyrisht nuk besoj kur që mund të futet në preferenca se për këtë antarët e Partisë Socialiste dhe qytetarët. Me këtë skem të re, kryeministri Rama thotë se synohet një transfuzion gjaku në Partinë Socialiste dhe figura të reja do të garantohen brenda listës së mbyllur. Ta janë më të rinj dhe më të reja dhe ftohen ose përfshihen për t'i dhënë për t'i bërë një transfuzion të fuqishëm gjaku Partisë Socialiste dhe për t'a bërë partinë më të vjetër dhe më të re në Shqipëri, duhet të jenë aty. Ndërkohë që të tjerët, pikërisht pse kanë qenë aty, duhet të jenë në fushë. Për të marrë sa më shumë vota për Partinë Socialiste. Synimet i ka të qarta, ku thekson se më 11 maj fitoria duhet për të vullosur integrimin e Shqipërisë në BE. 11 maj duhet jetë vula e vullnetit popullor për t'i dhënë mandatin e 4 Partisë Socialiste me një mbështetje si asnjëherë më parë, në mënyrë që ne të mbyllim procesin që të mos kemi asnjë luhatje, asnjë ditë të humbur nëse humbasin muajin ajo dritare mbyllet, tha Rama. Deri në integrimin në BE, Rama thotë se garantja e vetme e reformës në drejtësi është Partia Socialiste. Nuk la pa ironizuar Sali Berishën duke thënë se Këneta kërkon ta shkrisë pak. Ka shumë rëndësi kush qeverisin Shqipëri për të ardhmen e reformës në drejtësi dhe për të ardhmen e institucioneve drejtësisë. Ne jemi garancia. Të tjerët e kanë thënë me zot lart dhe janë përbetuar që do kthejnë mbrapsh reformën në drejtësi dhe do shkrijnë institucionet e reja drejtësisë dhe do neutralizojnë pagën. Ky është një shembull, po mund të marrë edhe plot shembuj të tjerë, po marr këtë që është më i prekshëm për opinionin publik. Kjo mund të bëhet vetëm nga forca që hallet e tyre me drejtësinë i kanë më të mëdha se sa lidhjet e tyre me interesin kombëtar dhe me interesin publik. Dhe këto forca janë të shpallura dhe i njeh gjithë Shqipëria dhe i njeh gjithë bota. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik, nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë page nga Amerika për të bërë një makjazh trumpist të fushatës së atyre forcave që ndryshon këtë thelb. Ky është thelbi i ndarjes si dita me natën apo si nata me ditën mes nesh dhe Kënetës, por ky është dhe thelbi që ndan nëse Shqipëria dhe shqiptarët do ta shfrytëzojnë dritaren e hapur dhe do të bëhen antarë të Bashkimit Evropian duke i mbyllur negociatat në 2027 dhe duke hyrë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade, apo nëse do mbeten si ndonjë shtet tjetër këtu në rajon që e ka të ardhmen komplet paqartë. Ne nuk jemi Bosnjë-Hercegovina. Ne jemi Republika e Shqipërisë dhe ne kemi të gjitha ato që na duhen për ta shfrytzuar këtë dritar. Afati fundit për dorëzimin e listave për kandidat në KQZ është 12 marsi, ku partitë politike do të duhet të dorëzojnë 46 deputet në listë të mbyllur dhe 140 të tjerë në listë të hapur. Pas pjesëmarrjes në panairin e Berlinit, kreu i Unionit të Turizmit në Sarand Arben Qipa flet për Blu Televizion, duke vlerësuar panairin si eventin më të rëndësishëm, ndërsa i referohet tregut gjerman pritshmërive, sipas Qipës që së shpejti ky treg të jetë konsiderueshëm i shpërndar edhe në territorin shqiptar. Pas pjesëmarrjes në panairin e Berlinit, kreu i industrisë së turizmit të Sarand Arben Qipa flet për Blu Televizion, duke vlerësuar panairin si eventin më të rëndësishëm, ndërsa Saranda sipas tij u konsiderua si një destinacion i gjelbër. Ishte një panair si vjet i cili ka impresionuar të gjithë vizitorët. Madje çelja
ajo nata e parë ku ka krijuar përshtypje maksimale pozitive dhe padyshim edhe prezenca e kryeministrit në raste të tilla, të ministrave padyshim, përfaqësuesit më të lartë të nivelit botëror të turizmit, për cilët dhe vendosin politika të cilat lidhen me preferencat e destinacioneve, kjo bëri të mundur që një prezantim i Shqipërisë të ishte më së dinjitoz, jo vetëm për vlerat që ne normalisht kemi, por edhe për sindaksën e tyre. Dhe unë personalisht do thoshja se të paktën 5 vitet e fundit, ku kam qenë pjesëmarrës në çeljen ose në hapjen e çdo eventi ku shtete përkatëse kanë pasur ftesën përkatëse, ky ka qenë prezantimi më dinjitoz. E padyshim e kompletuar edhe referuar politikës që ne ndjekim dhe tipologjisë që ne jemi fokusuar. Përveç se faktit se ishim më të privilegjuarit, ajo u kompletua edhe me vlerësimin si një nga bashkitë për trajtimin e zonës së gjelbërt, pra mënyra se si ne e trajtojmë, u publike dhe jo vetëm publike, po u bë prezantimi nga përfaqësuesit më të lartë. Ftesa nuk ishte thjesht një ftesë dhe prezencë, por ishte një ftesë për vlerësim. Çipa ndalet në interesin e lartë të operatorëve turistik të pranishëm në Panajir për të bashkëpunuar më ngushtë këtë vit turistike në vijim. Referuar tregut gjerman, pritshmëritë sipas Çipës janë që së shpejti ky treg të jetë konsiderueshëm i shpërndar dhe në territorin shqiptar. Shoqërua kjo pastaj me pjesën praktike, me pjesën e Panajirit, me pjesën e pavioneve, të cilat normalisht aty është edhe pjesa përkatëse dhe ajo çka na intereson si operatorë turistik. Aty shohim prezencën e homologëve tanë, interesin e tregut përkatës apo dhe të partnerëve të tjerë, ku padyshim këtë vit ishte në nivelet maksimale. Tregu gjerman është treg shumë sensitiv, me standarde shumë të larta, që do të thotë se ne nuk është se nuk ofrojmë standarde edhe për tregun gjerman, por ata janë pak të zgjatur në kohë për vendimarrjen e tyre që edhe Shqipërinë të quajnë destinacion. Në nivel operatorësh, të cilët janë të interesuar për lëvizje të tureve kulturore, pra duke përfshirë territorin më interesant të Shqipërisë, ato kanë filluar vitet e mëparshme në mënyrë sporadike, pa një interes të ndryshuar, le të themi, në volumin e saj, por sa i përket pushimeve për shfrytzuar diellin e Shqipërisë, duket sikur janë në nivele modeste akoma, dhe jo me prezencë kështu masive të industrisë turizmit. Mendoj se së shpejti edhe tregu gjerman do të jetë treg i cili do të jetë konsiderueshëm i shpërndar edhe në territorin tonë shqiptar. Nga fakti që ne patëm vizetime, shkëmbyem eksperjenca, u përgjigjëm në disa dilema të cilat ata kanë pasur, mendoj se ishte momenti ku ne fillojmë negociata për t'i patur sa më shpejt territorin tonë. Ndërkohë operatorët e Sarandës janë duke bërë freskimin e kontakteve elektronike me partnerët, duke shënuar kështu nisjen e punës nga terreni konkret me qasjen e re që morën nga Panajiri botëror i Berlinit. Të huajt në Vlorë jo vetëm për pushime për të punuar dhe jetuar. Aktualisht në Vlorë janë më shumë se 300 studentë të huaj, kryesisht italianë që kanë zgjedhur të studiojnë në universitetet shqiptare dhe në Vlorë. Të huajt në Vlorë jo vetëm për pushime për të punuar dhe jetuar, por tashmë edhe për të studiuar. Janë më shumë se 300 studentë të huaj, kryesisht italianë që sot kanë zgjedhur të studiojnë në universitetet shqiptare dhe Vlorë. Kanë preferuar Vlorën dhe për shkak të afërsisë gjeografike, por edhe të drejtat e studimit që ofrohen, duke preferuar mbi të gjitha fakultetin e mjekësisë në deg të ndryshme. Për studentët italianë aktualisht Vlora dhe Shqipëria është një mundësi mjaft e mirë për të studiuar, por edhe për të jetuar. E gjejnë veten mjaft mirë në Vlorë, ndërsa pranojnë se kanë marrë edhe sugjerime nga bashkëdhetarë të tyre dhe sot studiojnë në Vlorë. Janë një komunitet i gjerë shtetash italianë që e kanë gjetë mjaft mirë veten në Vlorë, ndërsa jeta përtej studimeve është edhe në shoqërinë e shqiptarëve. Io sono provincia di Brindisi, quindi vicinissima, diciamo. Questo è il terzo anno che frequento questa università. Jam Francesca Dapolito, vi nga provinca e Brindisit, jemi shumë afër me njëri tjetrin. Ky është viti im i tretë në universitet këtu dhe studioj stomatologji. Erdha këtu dhe për mundësitë që të ofron Shqipëria në ndryshim nga Italia. Ta hapen më shumë dyer këtu, por dhe fakti që jemi shumë pranë, nuk ndjejmë shumë vështirësi. Ne jemi mjaftueshëm këtu. Po, ka italian. Me studentët shqiptar ne shkojmë shumë mirë, bëjmë shoqëri bashkë. Kur të mbaroj studimet, besoj do rikthehem në Itali.
Da Cellino San Marco mi chiamo Osvaldo Martina, provincia di Brindisi. Studio odontoiatria e sono al terzo anno. Vi nga San Marco në Brindisi dhe më quajnë Osvaldo Martino. Jam në vitin e 3 në degën odontiatri. Kam zgjedhur Shqipërinë pasi këtu të ofrohen më shumë mundësi studimi krahasuar me Italinë. Kam shumë mundësi të programosh të ardhmen tënde. Pastaj edhe fakti që këtu jam ndier mjaft mirë, më duket sikur jam në shtëpi, pasi ka dhe shumë italianë të tjerë. Dhe nuk kam patur kur probleme. Edhe për te studimeve, jeta shkon mjaft mirë, e qetë. A e mendoj të ardhmen këtu, po në fakt çdo ditë. Të shohim se çfarë do të sjell. Il mio nome è Andrea Lanzilotti e vengo da Brindisi, da Carovigno in provincia di Brindisi. Che cosa studi qui? Igiene dentale al primo anno. Më quajnë Andrea Lanzilotti dhe vi nga Brindisi. Studioj higienë dentare dhe unë jam në vit të parë. Erdha këtu edhe pasi u këshillova me miq të mi që kanë ardhur më parë për të studiuar këtu. Pastaj veç mundësisë për të studiuar këtu është dhe një klimë shumë e mirë, ushqimi fantastik. Ndihemi mjaft mirë edhe sepse ka një komunitet shumë të gjerë italianësh që jetojnë dhe punojnë. Vlora është shumë e ngjashme me vendin tim, e ardhmja ecën me shumë ritme. Të shikojmë se si do të ndryshojë. Io sono Giada, vengo dalla Sardegna e studio igiene dentale. Unë quhem Gjada dhe vi nga Sardenja, ndërsa studioj në higienë dentare dhe jam në vitin e parë këtu. Për fat të keq vendi im sot nuk të ofron mundësi dhe mendova një alternativë dhe Shqipëria është një alternativë shumë e mirë. Nuk kam patur probleme të ambientohem këtu pasi dhe ngjan shumë e vendin tim, por dhe këtu ka një komunitet të gjerë shtetasish italian që jetojnë dhe punojnë, por dhe studiojnë. Ne bëjmë shoqëri me njëri tjetrin, por dhe me shqiptarët ja kalojmë shumë mirë. Unë jam shumë e lidhur me vendin tim, por e ardhmja nuk dihet. Asnjëherë mos thuaj kurrë. Por, në Vlorë jo vetëm student të huaj, por edhe të pedagog italian. Vincenzo Sgaro prej 3 vitesh jep mësim në Vlorë duke preferuar Shqipërinë pas plot 38 vitesh në Itali. Pranon se sot Vlora dhe Shqipëria janë një mundësi mjaft e mirë edhe për faktin se këtu jeton një komunitet i gjerë italianësh. Questo è il terzo anno, però sono un abitudinario dell'Albania perché vengo in vacanza da diversi anni, quindi conosco un po' l'ambiente. Unë jam Vincenzo Sgaro dhe prej 3 vitesh ndodhem këtu. Vlorën dhe Shqipërinë e njoh mjaft mirë edhe për faktin se këtu kam ardhur shpesh me pushime. Ndihem mjaft mirë edhe për faktin se jam ambientuar dhe njoh shumë shqiptar. Prej shumë vitesh kam dhënë mësim në Itali, prej gati 38 vitesh dhe nisa këtu një eksperiencë të re. Nuk më merr shumë kohë, pasi në një javë disiplinoj studimet dhe leksionet e mia dhe kam edhe kohë të lirë. Këtu është një mundësi shumë e mirë dhe një eksperiencë që ja vlen. Ka mundësi të shumta. Fakti është që këtu në Vlorë ka dhe shumë student italian dhe leksionet i bëjnë në gjuhën italiane, pra nuk kam vështirësi në gjuhën shqipe. Por këtu edhe gjuha italiane njihet mjaft mirë nga të gjithë. Jam specialist në disa degë të ndryshme. Kam punuar dhe dhënë mësim prej shumë vitesh në Itali, ndërsa tani jam këtu në Vlorë. Në Itali kam punuar dhe në spitale prej shumë vitesh, ndërsa në Vlorë doja të rikthesha pasionin tim për të vijuar dhe për të dhënë mësim. Ndaj edhe i ndodhem tashmë këtu. Jam mjaft mirë dhe veç meje ka dhe shumë italianë të tjerë, ndaj është më lehtë për ne. Vlora dhe Shqipëria një destinacion jo vetëm turistik. Tashmë të huajt e zgjedhin edhe si një vend për të studiuar, teksa është rreth 300 numri studentëve të huaj. Konflikti një ditë më parë në lagjen Hajro Çakëri, policia e Vlorës ka identifikuar dhe 2 shtetas të tjerë të dyshuar si bashkautor në dëmtimin me sende të forta të 20 vjeçarit, i shtruar në spital dhe të 3 shtetasve të dëmtuar lehtë. Së bashku me 25 vjeçarin, policia shpaui në kërkim dhe 2 shtetas për veprën penale, plagosi e rënd me dashje e kryer në bashkëpunim. Specialistët e sektorit të policisë rrugore në DVB Vlorë kanë arrestuar disa shtetas, një 64 vjeçar banues në Vlorë, i cili dyshohet se duke drejtuar automjetin tip Ford në gjendje të dehur në rrugën Demokracia, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe si pasojë është përplasur me 2 automjete të parkuara. Një shtetas banues në Tiranë pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, një 41 vjeçar banues në Vlorë pasi duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ka humbur kontrollin dhe si pasojë është përplasur me një shtyllë elektrike. Në vijim
përfundim të veprimeve për konfliktin në lagjen Hajro Çakëri, fal administrimit të pamjeve filmike, u identifikuan edhe 2 shtetas të tjerë të dyshuar si bashkautor në dëmtimin me sende të forta të një 20 vjeçari i shtruar në spital dhe 3 shtetasve të tjerë të dëmtuar lev. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë, së bashku me 25 vjeçarin shpallën në kërkim edhe një 58 vjeçar dhe 41 vjeçar banues po në Vlorë për veprën penale plagosje rënd me dashje e kryer në bashkëpunim. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Rikthehemi me kulturë, rikthehet në Vlorë edicioni 4 i takimeve për gruan, Luiza Gega, Anila Hoxha dhe Angji Çeliku, gratë me profil të spikatur në vend, kanë qenë në fokus të takimit të zhvilluar në kuadër të festës 8 marsit. Të pranishëm gra nga bota e biznesit, medias dhe politikës. Aktiviteti u kornizua nga pikturat e mjeshtrit Agim Sulaj. Takimet për gruan në edicionin e 4 të tij rikthehet në Vlorë, në mjediset e Kral Hotel, protagonist figura femërore të spikatura. Luizia, kampioni e artë që ka ngritur flamurin shqiptar në majat më të larta dhe ka frymëzuar brezat me forcën dhe përkushtimin e saj. Anila Hoxha, gazetarja e guximshme dhe zëri i pavarësisë mediatike në Shqipëri, dhe Angji Çeliku, ambasadore e promovimit të Shqipërisë si një destinacion i çmuar. Ndërsa i ftuari piktori i njohur Agim Sulaj, i cili me pikturat e tij ka kornizuar aktivitetin në nder të grave të shquara në kuadër të 8 marsit. Di moment që është për vdekje, po them pak për pjesën emocionale, ai momenti që është pala këtë Europë, influencojnë nga kushdo që është i suksesshëm në profesionin e tij dhe që e ka arritur me mund dhe sakrificë të jetë aty. Apo je një pyetje, ç'ke për të thënë? Por gjitha rrezohen dhe atë Të pranishëm gra nga bota e biznesit, medias dhe politikës, intelektual dhe deputet. Aktiviteti i përvitshëm në nderim për figurën e gruas në Vlorë. Aktoria e njohur vlonjate Vefi Redhi do të ngjitet në skenën e Petro Markos mbrëmjet e të martës dhe të mërkurës me monodramën Ëngjëjt, një metafore për balljes së nënave me dhimbjen dhe humbjen, duke kujtuar tragjedinë e vitit 99 në Kosovë dhe jo vetëm. Në një intervistë për Blu Televizion, Redhi i fton bashkëqytetarët e saj në shfaqje. Rikthehet në skenën e Petro Markos Vefi Redhi, aktoria nga Vlora me banim në Athinë. Redhi do të ngjitet në skenë mbrëmjet e së martës dhe të mërkurës me monodramën Ëngjëjt, një metafore për balljes së nënave me dhimbjen dhe humbjen, duke kujtuar tragjedinë e vitit 1999 në Kosovë, por jo vetëm. Monodrama Ëngjëjt vjen me tekst Odise Plakut dhe regjitën Aser Shatrollit. Gjatë një interviste për Blu Televizion, artistja Redhi shpjegon fabulën e monodramës. Jam kthyer në Vlorë në 12 në një festival balkanik që organizoi këtë të monodramës, me një monodram me regjit Eliona Thomarajit, por kësaj radhe kanë kaluar pothuajse 20 ca vite, e kthem me një monodram mbi një orë, interpretim, me një vepër shumë të fuqishme të Odise Plakut, me një regjit Naser Shatrollit, kthej me një pjekuri artistike shumë të madhe, sepse kam tashmë eksperiencë edhe nga një teatr tjetër i një vendi evropian, kthehem pas një bashkëpunimi me teatrin kombëtar të Veriut në Greqi. Tema e veprës janë fëmijët e pagjetur, fëmijët e zhdukur në Kosovë, por ne i kemi dhënë një këndvështrim më të gjerë për gjithë me që bëhen luftra të ndryshme rreth nesh në këto momente, për fëmijët e zhdukur dhe për fëmijët e pagjetur. Është një nën kosovare që ka kaluar në gjithë këtë gjendje në kohën e luftës dhe që vazhdon të pres fëmijët dhe që nuk beson përderisa nuk ka diçka në dorë, a janë të gjallë apo të vdekur apo jo. Ata akoma janë të zhdukur. Preferuar mesazhit të shfaqjes, aktoria Redhi theksoi se ka qenë ndjeshme për ngjarjet në Kosovë dhe përmbajtja e shfaqjes ka një përgjegjësi të madhe. Hana përfaqëson nënën dhe dhimbjen e vendit, thotë Redhi, duke theksuar rëndësinë që historia të mos harohet, e nëse kjo ndodh, ajo do të përsëritet. Mesazhi është që duhet të flasim gjithsecili për momente historike dhe të dhimbshme, dhe aq më tepër për Kosovën, që është e jona, janë shqiptar, sepse kur
gjërat ngelen pak në ares ose kalohen, mundësia për të përsëritur është akoma më e lehtë. Prandaj duhet të flasim gjithsecili me mënyrën e vet, me të shkruajturit, me të luajturit, me gjithçka, për të përcjell historia, qoftë e bukur apo e dhimbshme, dhe në brezat e ardhshëm që rriten dhe linden tani, sepse duke u haruar dhe duke mos folur për ato, është shumë e thjeshtë që të përsëriten. Artistja Vlonjate tregonte mikpritjen e publikut të kryeqytetit në 3 netët e shfaqjes në Tiranë, ndërsa fton dashësit Vlonjata martën dhe të mërkurën në orën 19 në sallën e Petromarkos. Dham 3 shfaqje në Tiranë, sepse ky është projekt i Bashkisë së Tiranës. Në kuadrin e Tirana 2025, kryeqyteti i bashkëbisedimeve të kulturës dhe kryeqytet mesatar. Në Tiranë 3 shfaqjet ishin shumë mirë, na ndoqën shumë bukur. Unë u emocionova te i mase, u përpoqëm nëpërmjet kanaleve dhe gjërave të media të ndryshme që të rikujtohem. Unë ndoq shumë nga artistët shqiptarë, nga pedagogët e mi, nga kolegët e mi, nga kolegë akoma më të rinj, dhe kjo ishte ajo që më emocionoi më shumë. Shfaqja do të jepet nesër dhe pasnesër në orën 7 në teatrin Petromarko. Shpresoj që disa të më kujtojnë, disa të më mbajnë mend, por dhe ata që nuk më njohin, që janë më të rinj, që nuk më kanë parë, duhet vinë të shohin shfaqjen, sepse mesazhet janë shumë të fuqishme. Dhe shfaqja është një këndvështrimi komplet tjetër. Dhe interpretimi im, besoj, do plotësoj kërkesat e ardashve për ta ndjekur. Shfaqja Angjit mban për publikun një mesazh të fuqishëm, duke bërë këtë një reflektim të thellë mbi pasojat e luftës dhe rolin e nënave në ruajtjen e kujtimit dhe drejtësisë. Fundjava artistike ka sjellë një tjetër atmosferë në pazarin e Gjirokastrës me një aktivitet organizuar nga banda e forcave të armatosura. Performanca e tyre ka mbledhur turistë të shumt, por dhe vendas të cilët janë argëtuar dhe kënaqur në qendër të qytetit të Gurt. Fundjava artistike në Gjirokastër ka sjellë një tjetër atmosferë në pazar organizuar nga banda e forcave të armatosura. Performanca e tyre ka mbledhur turistë të ndryshëm, por dhe vendas të cilët kanë shprehur interesim për këtë veprimtari. Zylle Rexha, flautiste dhe këngëtare në Big Band e Orkestrës së Forcave të Armatosura, ka thënë se aktiviteti është mirëpritur nga të pranishmi, ndërsa duhen më shumë të tilla për të gjoguruar edhe në këtë kohë qytetin. Si pjesë e një eventi koncertor, ne jemi sot në pazarin e Gjirokastrës. Ky vit i ri, ky sezon i ri për Big Bandin sjell një repertor shumë të larmishëm dhe ne jemi Big Band i Orkestrës së Forcave të Armatosura, pra shkurt Big Band ose FA. Dhe sot ndodhemi në pazarin e Gjirokastrës me një super atmosferë, me kaq shumë njerëz dhe me një kohë kaq të bukur dhe po kalojmë një super ditë qytetin e Gjirokastrës. Për disa orë u luajtën pjesë të ndryshme muzikore me flaut, kitare e të tjera vegla muzikore nga banda e orkestrës. Fundjavat artistike janë pjesë e agjendës së veprimtarive kulturore me qëllim gjogjërimin e pazarit përgjatë kësaj kohe, duke sjellë më shumë vizitorë në qytetin e Gurt. Flamurtari fiton 2-1 për Ballka Seriotit në Vlorë në një ndeshje ku gjithçka është zgjidhur vetëm në minutat e fundit fal një goli të shënuar pikërisht në këto minuta. 3 pikë shumë të rëndësishme në një ndeshje të luftuar në rrugën drejt Superligës për sezonin e ardhshëm. Flamurtari fiton 2-1 për Ballka Seriotit në Vlorë në një ndeshje ku gjithçka është zgjidhur vetëm në minutat e fundit të saj fal një goli të shënuar pikërisht në minutat e fundit nga mesfushori Pieshka. 3 pikë shumë të rëndësishme në një ndeshje edhe të tensionuar, ndërsa tashmë vlonjatët i afrojnë edhe me 2 pikë vendit të parë, por duke mbajtur distancën me vendin e tretë dhe duke vijuar rrugën drejt Superligës. Ka qenë një ndeshje mjaft e vështirë, ajo e luajtur të dielën në Vlorë mes Flamurtarit dhe Kastriotit, ndërsa takimi nuk ka nisur mirë për ekipin vlonjat, teksa janë gjetur në
nis avantazh të 1 goli që në minutën e 3 të saj. Ka qenë pikërisht Hoxha për Kastriotin që ka kaluar në avantazh të miqt, ndërsa me rezultatin 0-1 është mbyllur edhe pjesa e parë. Pjesa e dytë ka qenë totalisht e dominuar nga ekipi flamurtarit, ashtu si dhe 45 minutat e para, por ndërkohë nga ana tjetër ekipi mik ka bërë ç'është e mundur për të dalë me të paktën 1 pikë nga stadiumi i qytetit të Vlorës. Në minutën e 69 është Shkurtaj, i cili do të realizojë edhe golin e barazimit, ndërkohë që rastet për ekipin e flamurtarit kanë qenë të shumta në këtë takim. Megjithatë, goli i fitores për ekipin vlonjat do të vinte vetëm në minutën e 95, që është realizuar nga mesfushori Pjeshka, duke i dhënë fitoren flamurtarit në shifrat 2-1. Një ndeshje mjaft e luftuar për flamurtarin, që ka djesitur shumë për të arritur te 3 pikët, por gjithsesi është një fitore me shumë vlera pasi e ngjit ekipin vlonjat në kuotën e 65 pikëve. Me këtë fitore ekipi flamurtarit i afrohet Vorrës së vendit të parë me 2 pikë diferencë, ndërsa ruan në 7 pikë diferencën me vendin e tretë që mbahet nga ekipi i Besës. Pas ndeshjes, trajneri i flamurtarit Andrea Gostinelli ka vlerësuar shpirtin e lojtarëve të tij, duke theksuar se ishte një ndeshje mjaft e rëndësishme dhe që fitoria vlen shumë. Una vittoria difficile, abbiamo preso i 3 punti in fondo, è importante che abbiamo preso i punti. Sì, guarda, io voglio ringraziare oggi i ragazzi proprio personalmente perché hanno dimostrato di essere un gruppo straordinario dir poco. Dua në radhë parë të falenderoj çunat sepse kanë treguar një karakter, të them të mrekullueshëm më shpak. Ata janë kryesorët që duhet të falenderoj. E voglio ringraziare anche il pubblico perché alla fine l'ho visto insieme a noi gioire per questa partita di grande sacrificio. Dua të falenderoj dhe publikun, tifozat që në fund po entuziazmuan me bashkë me ne dhe na mbështetën shumë. Perché come noi lo sappiamo, ma lo sanno ancora meglio loro, che questo è un campionato dove ci sono le altre squadre tutte contro il Flamurtari. Çonat e din, po e din të gjithë që janë ka ekipe që janë pothuajse të gjitha kundra Flamurtarit. Noi non abbiamo mai avuto una partita che la squadra avversaria abbia giocato in modo lento, ma abbia sempre fatto la guerra e la partita della vita. Ne s'kemi pasur kur një ndeshje që ekipi kundërshtar të lofte pak lehtë, gjithmonë kemi bërë lufte dhe luftën botërore. E per questo che sono ancora più orgoglioso dei ragazzi. Dhe për këtë jam akoma më krenar për çunat. Janë edhe disa herë deri në fund si e shikon luftën, Vorra ka barazuar sot. Sono ancora 6 settimane fino al fondo, il nostro Vorra ha pareggiato oggi. Sì, ma voi pensate che siano amichevoli ogni volta che andiamo a giocare? Ormai noi lo sappiamo che fino all'ultimo per noi, a noi ci faranno la guerra, tra virgolette. Io mendoni se do ta kemi të lehtë deri në fund do ta bëjnë luftën ma noi riusciremo a fare quello che ho detto il primo giorno che sono arrivato qua. Ne do t'ja dalim atë çka kam thënë ditën e parë ku kam marrë. Nga ana tjetër, trajneri i Kastriotit, Hima, ka theksuar se kjo ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për Kastriotin, por në fund bën diferencën kualitetet e Flamurtarit që merituan fitoren. Një takim i humbur në fund, një ndeshje nëse mund të themi më shumë se e luftuar. Po, si qatë edhe jo, kur goli i humbjes vjen minutat e funit, sigur djeg më shumë, por i kishim përballë një flamurtar të fort, normalisht, të mirë investuar, dhe si mbetet asgjë tjetër veç që ta uroj për fitoren dhe të uroj sa më shpejt ta shohim në Superligë. Ka ndryshuar gjë nga Kastrioti, sepse sot kemi parë një Kastriot që mund të luftonte edhe për vendet e para. Kemi është kam një muaj në Kruj, e munduar të punojmë fort, kemi bërë ndeshje të mira, por edhe fatin se kemi pas në veti, por tani gara është e rrezikshme, e fort, edhe nga poshtë, duke parë edhe ekipet kundërshtar, ekipet që kemi afër të fituar. Që pikërisht për këtë arsye luftuam, nuk arritëm. Prisni Vorrën javës tjetër, do të shikojmë të njëjtin Kastriot si sot në Vlorë? Normalisht që po. Kemi ndeshje fort dhe është një finale për ne. Ndeshjen e radhës, ekipi i Flamurtarit në kampionat do ta luajë fundjavën e ardhshme, ku do të udhtojë drejt Lushnjës në një ndeshje tjetër të rëndësishme me qëllimin për të marrë 3 pikët. Oriku një tjetër fitore në rrugën drejt kategorisë së parë që është dhe objektivi i këtij sezoni. Oriku ka fituar në transfer ndaj Shkumbini 2-1, duke qëndruar 2 pikë larg vendit të parë në grupin B të kategorisë së dytë.
Me objektivin drejt kategorisë së parë, ekipi Orikut ka dalë me 3 pikë nga transferta e Peqinit, ku ka fituar përballë ekipit vendas të Shkumbinit në shifrat 2-1, një ndeshje e cila është vendosur në pjesën e dytë të saj, teksa që në minutën e tretë ekipi Orikut do të gjejë golin e avantazhit, ndërsa do të arrijë të realizojë me mbrojtësin Gjinaj. Megjithatë, vendasit e Shkumbinit kanë arritur të barazojnë rezultatin në minutën e 19 me Picaron. Ekipi Orikut ka dominuar krejtësisht takimit edhe pse ai luaj në transfert, ndërsa në minutën e 87 Gjoka shënon edhe golin e fitores, duke i dhënë kështu ekipit të Orikut 3 pikë shumë të rëndësishme. Ekipi bregdetar ka dalë me fitoren 2-1 nga fusha e Peqinit, e cilësuar si një nga transfertat më të vështira. Me këtë fitore, ekipi Orikut vijon të mbetet 2 pikë larg luftëtarit që kryeson renditjen e kategorisë së dytë në grupin B. Megjithatë, për ekipin e Orikut vijon tashmë të mbetet objektiv ngjitja në kategorinë e parë, teksa janë për të luajtur të paktën edhe 4 takime, ndërsa ndeshjen me luftëtarin do ta luajë pas disa javësh pikërisht në fushën sportive të Orikut. Fitoria e arritur në Peqin është mjaft e rëndësishme për objektivat që ka ekipi i Orikut për këtë sezon, e cili është duke bërë një paraqitje mjaft të mirë. Qendra fluturime janë anulluar në të gjithë Gjermaninë pasi punojësit e aeroporteve organizojnë një grevë mbarkombëtare për shkak të pagave. Aksioni industrial i udhëhequr nga sindikata Verdi filloi papritur të dielën në aeroportit e Hamburgut përpara se të zgjerohej në një grevë mbarkombëtare. Qendra fluturime janë anulluar në të gjithë Gjermaninë pasi punojësit e aeroporteve organizojnë një grevë mbarkombëtare për shkak të pagave. Aksioni industrial i udhëhequr nga sindikata Verdi filloi papritur të dielën në aeroportin e Hamburgut përpara se të zgjerohej në një grevë mbarkombëtare. Pasagerëve në Frankfurt, Munich, Berlin dhe qendra të tjera kryesore u shkërkuar të mos udhëtojnë në aeroporte me shumë fluturime të anulluara. Verdi, i cili përfaqëson punojësit e sektorit publik dhe transportit, është një mosmarrëveshje të vazhdueshme mbi pagat dhe kushtet e punës. Mediat gjermane raportojnë se mira fluturime mund të anullohen gjatë ditës duke ndërprer udhëtimin për më shumë se 500.000 pasagjerë. Lufthansa, qendra kryesore së cilës është në Frankfurt, konfirmoi vonesa dhe anullime në të gjitha linjat ajrore të saj, ndërsa aeroporti i Munichut paralajmëroi për një orar të reduktuar shumë të fluturimeve. Katja Brom, zëdhënëse e aeroportit të Hamburgut, ku të 143 nisjet e planifikuara të hënën tashmë janë anulluar, tha se Verdi ishte i pandershëm të thërrisë një grevë pa paralajmërim në fillim të sezonit të festave. Një zëdhënës i Verdit pranoi se greva do të prekte shumë njerëz, por u tha mediave gjermane se shkaktimi i përçarjes ishte i nevojshëm për të nxjerrë një ofertë më të mirë nga punëdhënësit. Administrata Trump beson se udhëheqja e Ukrainës është gati të ecë përpara në kërkesën e SBA-s për një proces armpushimi me Rusinë. Sekretari amerikan i Shtetit dhe këshilltari i sigurisë kombëtare pritet të mbërrinë Arabinë Saudite për bisedime të së martës me homologët e tyre ukrainas. Administrata e Trump beson se udhëheqja e Ukrainës është gati të ecë përpara në kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një proces armpushimi me Rusinë. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz do të mbërrinë Arabinë Saudite për bisedimet e së martës me homologët e tyre ukrainas. Ekipi ukrainas do të përfaqësohet nga shefi i zyrës së Zelenskit, Andriy Yermak, këshilltari i sigurisë kombëtare i vendit, si dhe ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes. Presidenti Donald Trump ka rritur presionin ndaj homologut të tij ukrainas Volodymyr Zelenski për të pranuar kërkesat e tij për një armpushim të shpejtë me Moskën, por pa ndonjë zotim të menjëhershëm për një garanci sigurie nga SBA. 10 ditë më parë të dy u përplasën publikisht në Shtëpinë e Bardhë me Trump që pretendoi se Zelenski nuk ishte gati për t'i dhënë fund luftimeve. Zelenski ka qenë në presion të fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bërë lëshime përpara çdo bisedimi të paqes, ndërsa ai ka kërkuar garanci të forta sigurie për Kievin, duke theksuar se Putin ka shkelur marrëveshjet e mëparshme të armpushimit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror. Faleminderit që qëndruat me ne, ju përshëndes. Mirupafshim.